Dashi, dita e sotme sjell energji të freskët dhe mundësi të reja për ty në dashuri, qetësia dhe mirëkuptimi janë çelësat për të forcuar lidhjen. Lër kohë për një bisedë të sinqertë me partnerin dhe lejo që zemra të flasë. Në punë, përqendrohu në detyrat e vogla që kanë nevojë për vëmendje të veçantë. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët nëse e ndjen të nevojshme. Financat po kërkojnë vëmendje, prandaj bëj kujdes me shpenzimet dhe ruaj një buxhet të qëndrueshëm. Sot, ndjesitë tua janë të theksuara, dëgjoj intuitën. Merr frymë thellë dhe gjej kohë për të reflektuar mbi qëllimet e tua afatgjata. Do të ndihesh më i qetë dhe i sigurt rreth vendimeve që po merr. Demi, sot është një ditë e mbushur me mundësi të reja financiare, ndaj mbani sytë e hapur për të kapur rastet e duhura. Në punë, tregoni durim dhe qëndrueshmëri, pasi energjitë ndërhyjet ju mbështesin për arritjen afatgjata. Në sferën e dashurisë, hapeni zemrën për biseda të sinqerta që forcojnë lidhjet emocionale. Një shëtitje në natyrë do të shërbejë për të qetësuar mendjen dhe për të rikthyer harmoninë e brendshme. Gjeni forcën për të lënë pas çdo shqetësim të vogël dhe fokusohuni te ajo që është thelbësore. Ndisni një qiri në zemër dhe lejoni që shpirti të ndriçojë rrugën tuaj. Sot, kujtoni se çdo gjë e bukur kërkon kohën e saj për të lulëzuar. Binjakët, qielli i sotëm sjell ndriçim dhe energji pozitive në jetën tënde. Zemra jote dëshiron të flasë dhe komunikimi është çelësi për të ndriçuar marrëdhëniet. Mos hezito të ndash ndjenjat me ata që do, sepse sot ata janë të gatshëm të dëgjojnë. Në aspektin profesional, një projekt i ri do të sfidojë, por mos u dekurajo, fuqia jote për të përshtatur do të ndihmojë të dalësh i suksesshëm. Financat kërkojnë kujdes, është mirë të mendosh për të ardhmen dhe të shmangësh shpenzimet impulsive. Energjia e ditës sjell frymëzim dhe kreativitet, kështu që shfrytëzoj atë për të realizuar ëndrat e tua të brendshme. Mos haro ta shijosh edhe një herë atë moment të thjeshtë që jeta të ofron. Daforia. Në këtë ditë të bukur marsi, energjia juaj është e përqendruar dhe tërheqëse, duke ju dhënë shtysën e duhur për të çuar përpara projekte që keni në mendje. Në aspektin financiar, është koha për të bërë një rishikim të buxhetit tuaj. Një planifikim i kujdesshëm do t'ju sjellë më shumë qetësi. Në dashuri, bisedat e ndjera me partnerin do t'ju ndihmojnë të forconi lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, mos keni frikë të hapni zemrën tuaj për mundësi të reja. Në punë, përqendrohuni tek detajet dhe mos u dorëzoni para sfidave të vogla që mund të hasni. Ndjeni të frymëzuar dhe të mbushur me ndjesi pozitive, prandaj lejoni veten të ëndërroni më shumë se zakonisht. Sot, qielli është i hapur për mundësi të reja. Luani. Sot është e rëndësishme të dëgjosh zemrën tënde dhe të mos ngutesh në vendime që kërkojnë kohë. Në dashuri, ndjenja të ngrohta do të përshkojnë ditën dhe një bisedë e sinqertë mund të jetë çelësi për një marrëdhënie më të ngushtë. Në punë, mos u frikëso të shprehësh idetë e tua. Një qëndrim i hapur mund të sjellë mundësi të reja. Financiarisht, është koha për të menduar me kujdes rreth shpenzimeve të panevojshme dhe për të investuar në planet afatgjata. Reflekto mbi atë që ke arritur dhe bëhu mirënjohës për gjithçka që të rrethon. Dita sjell energji pozitive, e cila të ndihmon të ndihesh i harmonizuar. Një ecje e qetë në natyrë mund të qetësojë shpirtin dhe të frymëzojë për të nesërmen. Virgjëresha. Dita e sotme sjell një ndjenjë harmonike në marrëdhëniet tuaja, duke ju dhënë mundësinë të shprehni ndjenjat me qartësi dhe dashuri. Në punë mund të ndjeni një shtysë kreative që do t'ju ndihmojë t'i qaseni projekteve nga një këndvështrim i ri. Keni kujdes me detajet, pasi ato do të jenë çelësi i suksesit tuaj. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepërta për gjëra që nuk i nevojiten. Meditoni mbi gjërat që vërtet kanë rëndësi për ju, duke ju ndihmuar të ruani ekuilibrin emocional. Ditën plotësojeni me pak kohë për reflektim, ndoshta në natyrë, ku do të gjeni qetësinë që kërkoni. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të kaloni çdo sfidë me lehtësi dhe besim. Peshorja. Sot, yjet të ftojnë të gjesh ekuilibrin midis pushimit dhe veprimeve. Nëse ndihesh i mbingarkuar, një shëtitje në natyrë do të bëjë mrekulli. Ndjenjat e tua janë të thella dhe të sinqerta. Mos ki frikë t'i ndash me dikë të dashur. Në punë, një projekt që ke lënë pas dore kërkon vëmendjen tënde. Merr kohë të analizosh detajet dhe do të zbulosh zgjidhje të reja krijuese. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesi ndaj buxhetit tënd sot do të shpërblehet në të ardhmen. Në zemër dëshira për harmoni rritet, kështu që afrohu më shumë atyre që i bën të ndihen të veçantë. Shijo çdo moment dhe mbaje shpirtin tënd të lehtë. Akrepi. Sot është një ditë e cila të ofron mundësi për të reflektuar dhe rigjeneruar energjitë e tua. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë keqkuptimet e vogla që janë krijuar kohët e fundit.
Nëse je beqar, mbaj syt hapur, mund të takosh dikë me potencial të veçantë. Në punë, përkushtimi yt po vihet re dhe është koha të tregosh talentet e tua unike. Me ide kreative mund të sjellë një ndryshim pozitiv. Financat janë në një fazë të qetë, por është mirë të vazhdosh të kursesh për sfida të mundshme në të ardhmen. Ndjeu i lirë të marrësh pak kohë për veten, mjeshëtitje në natyrë ose të lexosh diçka që të inspiron do të bëjë mirë. Kujdesu për shpirtin dhe trupin. Shigjetari. Sot qielli të fton të ecësh me hapa të matur dhe të vlerësosh çdo detaj që hapet para teje. Ndërsa dielli ndriçon ngrohtësisht, do të ndjesh një ndjesi të lehtë qetësie në zemër. Në dashuri, një bisedë e thellë me dikë të veçantë mund të hapë dyert për mirëkuptim të ri. Në punë, përqendrimi është çelësi. Idetë tua të shkëlqyera do të kenë ndikim pozitiv, ndaj mos hezito të ndash mendimet. Financat kërkojnë vëmendje, mos shpenzo më shumë se ç'duhet. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime afatgjata. Kujdesu për shëndetin shpirtëror, një meditim i shkurtër do të rigjenerojë energjinë. Çdo hap që merr sot ka potencialin të ndërtojë themele të forta për të ardhmen. Brit qapi. Ditë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja për të rritur horizontet. Harmonizimi me partnerin ose miq është thelbësor sot, duke ofruar freski dhe emocion në marrëdhëniet personale. Në punë, qëndrueshmëria dhe përkushtimi juaj do të vlerësohen, duke hapur rrugë për avancim të mëtejshëm. Çelësi qëndron në durimin për të dëgjuar dhe kuptuar perspektivat e kolegëve, duke sjellë frymëzim për projekte të reja. Financat kërkojnë pak kujdes, shmangni investimet e rrezikshme dhe fokusohuni në kursime të vogla, por të qëndrueshme. Mendjen e lironi nga stresi me një shëtitje në natyrë apo meditimin që rilin shpirtin. Sot hapni zemrën ndaj mundësive që ju vijnë me qetësi dhe pranoni dhuratat e universit me mirënjohje. Ujori. Dita e sotme mbart një ndriçim të veçantë për zemrën tënde. Në dashuri, ndjenjat e përzemërta lulëzojnë dhe është koha e duhur për të ndarë mendime të thella me partnerin. Nëse je i vetëm, një takim i papritur mund të ndezë një shkëndijë të re. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, ndaj mos nguro të ndash idetë novatore me kolegët. Mundësitë financiare janë në horizont, por mbaj një sy të mbredh për detajet e vogla. Kujdesu që të mos harrosh të përmbushësh detyrimet financiare, duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Ndjesia e brendshme është e qetë, duke të ofruar një ditë të mbushur me harmoni e reflektim. Merr frymë thellë dhe shijo çdo moment të kësaj dite madhështore. Peshqit. Dita e sotme sjell një përzierje emocionesh që të nxisin të kërkosh paqen e brendshme. Ndërsa rrezet e diellit ngrohin shpirtin tënd, është momenti ideal për të reflektuar mbi marrëdhëniet që ke ndërtuar. Nëse ke një partner, sot është dita për të ngritur një urë të re komunikimi. Në punë, prit një zhvillim të papritur që do të kërkojë fleksibilitetin tënd. Mos u frikso nga sfidat, por shih ato si mundësi për të rritur veten profesionalisht. Financat mund të kërkojnë një vëmendje më të madhe. Planifikimi i kujdesshëm do të jetë çelësi i suksesit. Në fund të ditës, mos harro të gjesh kohë për të ushqyer shpirtin tënd me momente qetësie dhe meditim. Ndjeni harmoninë që sjell çdo frymëmarrje.